Ju ka ecur mirë tregtia, besoj, ka interes. Mashallah, shumë mirë. Mashallah, shumë mirë. Po të punësh, gjithçka. Këtë e thua ti se unë pak më parë, po takoja disa banorë pak më poshtë pista dhe më thanë këtu s'prodhohet asgjë, ne s'punojmë. Pse ma thanë ata mua këtë? Ka ngënjë. Pse? Ka ngënjë, ja, ka ngënjë. Ato që kanë thonë ashtu, ato nuk du me puno. A shef, ata s'qen kanë punëtor. Ja, du me puno. A jeti zia punëtori më i madh i këtij fshati? Jo, s'më të thonë se jam punëtori më i madh i fshatit, se gjithçkush ka të hapësinën e vet. Dikush merret me misë, dikush me glu, dikush me jonxha, unë merrem me pjesën time. A kupton? Po më thoj se dikur fshati është quajtur hambari i? Po, komuna Maqellarës, në kohën e komunizmit, është quajtur hambari i Dibrës, sepse në Dibër kjo është fush, komplet fush. Në Dibër kultivohet përpara misër, grur, patate, fasule, jonxha, që mbante gjithë ditën. Misër, gjithçka. Dhe ashtu e quajti vetë qeveria atëherës. Atëherës hambari i Dibrës është komuna Maqellarës, sepse ka pas shumë prodhim. Mbas 90-s tonë asnjë gjë. Ka të rinj në këtë fshat? Me thonë drejtën, janë shpërngul, kanë ikë të rritë, shumë kanë ikë. Sepse shoh një tjetrin, punë ka, kush punon vjen e vet. Po kthehen ata, vendosin të kthehen? Mendoj që i do vijë shumë shpejt kohë që të kthehen. Mendoj sepse rrugët janë bën, gjanat janë bën dhe kanë filluar domethënë disa fermerë duke u mobilizuar shumë mirë. Më po vuajse kanë një gjë këtu, fushë Maqellarës s'ka ujë për të vadit tokën. Kjo është problem. Ja, janë këtë tokat vjera janë. Nga mungesa ujit. Nga mungesa ujit më shumë, nga mungesa ujit. Po bëse të kthehen, sepse nuk mund të jetë gjithmonë kurbe, unë kurbet nuk janë vetë, 10 vjetë. Po ktheva më në fund prapela këtu ke tërët e mija. S'ka si tërët, s'ka si shpjerit, s'ka si puna jetë. Punesh për llogarit tane, nuk ke kërkon mbi kokë. Edhe punë është deri familjes. Ai që punon i ka gjithçka. Se pos punove s'ka si zonë, nuk rrit rrugën. Shpresoj të rregullohet uji se mendojmë që kjo qeveri duhet ta bëj patjetër sepse i ka koha më e bërë se gjinat. Sepse vetëm pak më parë ju patët një investim goxha të mirë, siç ishte tuneli, besoj ju ka. Po, rruga e Arbit, shive, ne di rënd kemi lind për zdyti, me thonë drejtën. Ne na duhet me shku 4 orë në Tiranë, në rrugë vjetër. Tani shkem pikë tonë, ku jemi autorisht, në Tufin, për 25 minuta, 5 minuta maksimumi. Dhe me thonë, me më thirë dhe një mik, dhe një shok, atë vish piqkave në Tiranë, pitni desa të bëtë kafionera. Kemi lind për zdyti. Keni lindur për zdyti nga rrugë. Po, të në ujë, drita, rrugë, zhvillim. Por nuk te pshat i lek, ata. Ai që mënon si dhe me pshat i lek, ai ka mbaru. Ja, duhet punesh, ata. Po, rrugën e o bën shumë mirë, jo zakonisht. O bën kryeva, e po shumë mirë. Jeshtë duhet lëvë dhe qeverinë, ja. A kupton se dikush dhe e bëte. Po jam të thonë që ne o bën shumë mirë. U takon, bravo qëtë, s'ka di. Po aktualisht jemi në plantacion e Aronis, është familje Boronicës, vjen me origjinë nga Amerika, është viti 10 ki vit, dhe në gusht bën ciklin e frutit. Pastaj kemi lenthin e egër me gjithë kafë, kjo është vit ditë, nuk është fut prodhim. Kemi 6 vidana të kultivuar këtu. Kemi shumë gjana, kemi. E ti ke vendosur që mes këtyre të vësh edhe bletët? Po, bletët këtu, kemi edhe bletët. O viti 4 këtë vit, dhe mirë, mashallah, për më vatë ke koha, si dhe maj koha, si dhe këtë ushqimet. Sa blet ke zia? Po me thonë dhe ka qenë paku të kjo 7 dhe sa koshere, mi për këtë vit në ndëmtu pak, dhe kam blet 3, se kam 2 partje. Kam edhe tek dajat, edhe këtu. Po tjetër për kemi lesin në vit 4 prodhimit. Që ka 2 gjana dekorative, është dekorative shumë dhe është e egër. Se kush ka prodhuar këtë për parë, është e dinje vetëm ai fermeri.
edhe nuk despërkati fare, prodhon shumë, dhe frutin e malit ka, si aromë. Por sa rënj janë këtu se shumë duhen? Këtu kemi 1000 fidana, kemi vetëm aronin, bonis amerikane, kemi 600 fidana, kemi lethin e egër, pastaj kemi një 300 fidana moll, kemi mollën kubane, mollën e Tibetit, derdhën japoneze, derdhën kineze, derdhën kubane, kemi 4 ribizat të Kinës, që kemi kultivu. Dhe më thonë, janë... Pas edhe pula? Po, pula jemi fshatë që më kemi pula, kemi edhe 3 plantacione tjera pastaj. Po kemi serën, fidanishtën, që i prodhe fidana, kemi aktualisht kemi gjendje 22 varietete azjatike më shumë. Më fruta mali edhe mollë dardh, edhe pjeshka. Më jemi zjerohëm pak e shumë, mendoj të zjerohëm e pak sepse e gjithë Shqipëria, po mojnë fidane ka unë se janë varietete që u përshtatën të dy temperaturave të nxehta dhe të ftohta. Edhe konkurrencë nuk kam, jo se kam në çmim të lartë, se s'kam konkurrencë, jo. Po nuk duhet me i produkt të fidana, unë ka 10 vite që më fillu dhe tani jam gjendje dhe me thonë këtë 8% si e për të fidani, sepse kam vujt shumë, kam vujt për të prodhuar një fidan, sepse jam bim mali më shumë edhe. Nuk e fut akoma, tjerë dhe futën, normal, se gjithë kush ka rëskën e vetë. Me rësk s'mund të... Zjaj që s'ka konkurent edhe sa kohë shpenzon ti në këtu? Apo gjithë ditën? Unë 9 orë, minimum 9 orë, për ne, çdo ditë, edhe dilat. Ku të shkej? S'ka... Sigurisht se s'është lehtë mos kesh konkurent. Unë kam konen edhe për kafe, edhe për ne drejk, edhe ke punën, gjithë shka. Sepse jam të punon në tokën time, vendin tim, punë kur du, halo punë kur du, shkej kur du. Po këto punë duhen me kujdes, sepse janë 100% gjatë gjithë ditës, se gjitha duhen pa, dhe në darkë duhen pa, sepse fidanat, po vjen plantacioni, po duve ditë kjo, po bleta, po serat, janë plantacione tjera, në më thonë, tonë ditën në aktivitet. Me punë. A formi se nuk të shkojnë. Do të ranë skejër, do të ranë dhja. Do të ranë skejër. Edhe me të pitsko ke bë penicillin, mëj. Roti, ja së në kështë, ke frakte. Ma kështë të kene ku është një këto? Se nuk du të ullëm se e kam ma shumë se zipse në mizë e kam të une. Hajde ke baba, hajde. Hajde, lorë. Ajo është e baba shpaj 3. Ullë e bashkë, me të gjithë se të kam të ullë, se të kam të qirë, mrafë, qata, hik. Hajde, mashallah. Hajde. Eto e të zotin. Hajde bja mashallah që këmi kosh ishte. Hajde. Ullë mama direkt në dorë ke limoni, edhe bjeta vjen direkt, bia të vinë mrapa. Hajde bja mashallah. Hajde mblizëm. Hajde për një kornizat. Hajde një shumë lëth. Kjo punë, gjë guzim, iniciativ dhe pjesë më akli. Bleta është të bekuar në Allah të mos. Dhe jap një mesazh me aq sa kuptoj unë, i lutëm gjithë fermerët, të rritë, jashtë që janë, të kthehen kjo veni vetë. Ka koha të investesh në tokën tonë, të përparon vendi, s'ka si veni atë. Nuk ka si veni atë.